Përshëndetje për gjithë Shqipërinë, nga porta e madhe, rruga e re që lidh Kolonjën me Korçën, rruga e madhe që turizmit të qarku të Korçës i hapi portën e madhe. Është sot këtu Kolonja, e cila jo vetëm që e ka mbështetur Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, çdo zgjedhje gjithmonë më shumë. Jo vetëm që rrugën europiane të Shqipërisë, Kolonja, e ka të qartë, e ndjek dhe e beson se vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste mund ta bëj, por Kolonja e ka predikuar qysh prej rilindasve të saj se rruga europiane e Shqipërisë është e vetmja zgjidhje për Shqipërinë. Nëse do ishin sot Noli, Konica, Luarasi, kë rrugë do zgjidhnin, kë parti do zgjidhnin dhe kë ideal do zgjidhnin. Do zgjidhnin Partinë Socialiste, do zgjidhnin Edi Ramën. Kolonja e ka parashkruar edhe në trashëgiminë e saj kulturore këtë ditë sot. Kolonja e ka shkruar këtë garë dhe ka një përgjigje për këtë garë. Ja që sot Kolonja në një këngë të vjetër të 1905-ës. Ja bën bufi, bu e bu, ja bën bufi, bu e bu. Unë këmboren do t'atum, unë këmboren do t'atum. Plas gjot në hava, bure për ty nuk ka. Plas gjot në hava, bure për ty nuk ka. Kërten bufi tra më tra, kërten bufi tra më tra. Ska si une në dynja, ska si une në dynja. Plas ngorë moja va, bure për ty nuk ka. Plas ngorë moja va, bure për ty nuk ka. Kërten bufi si ka posh, kërten bufi si ka posh. Se qragar di për posh, se qragar di për posh. Plas ngorë në hava, vota për ty nuk ka. Plas ngorë në hava, vota për ty nuk ka. Bravo Luli, fantastike. Bravo Luli! Bravo Luli, bravo Erion, Luli, do të thosh një fjalë? Përshëndes të gjithëve. Do prezantohem, tash jam një nga antarët e ansamblit Kolonja dhe sa po lash turistët atje në lokale nxitova për të përshëndetur gjithë qytetin tim, popullin tim për këtë ditë, për ardhjen dhe për Partinë Socialiste, për Shqipërinë në Evropë dhe në duart më të sigurta të Edi Ramës. Do them me dy fjalë, sepse unë 5 minuta nxitova këtu për të ardhur në këtë takim, edhe juve 5 minuta punë, u duhet më datë 11 për votën 5. Faleminderit. Rov Partia Socialiste, rov Edi Rama. Faleminderit Luli, Luli është antar e ansamblit, por këtu ka ardhur si socialiste. Pra, nuk ka një vend më të bukur se ky, Luli ulu aty. Bravo Luli! Nuk ka një vend më kuptim plot edhe më të bukur se sa këtu ku jemi për të folur për atë që ne kemi qëllimin e vërtet kombëtar edhe qytetar përtej partisë sonë edhe partive që është Europa, Bashkimi Evropian. E tha Erioni, kryetari i bashkisë, në këto troje kanë lindur rilindasit të cilët shtruan edhe vendosën yllin ton 1 shekull e gjysmë më parë se ku do të shkonim së bashku një ditë. Dhe kjo ditë erdhi. Kjo ditë është sot. Sot ne jemi në finalen e madhe kombëtare historike të Shqipërisë. Jemi në prag të Bashkimit Evropian. Dhe meqense Bashkimi Evropian kërkon një lider, kërkon një forcë politike që ta çojë përpara si projekt, ne jemi e vetmi alternativë. Edi Rama, Partia Socialiste,
është alternativa e vetme që mund ta çojë në kohë dhe me sukses Shqipërinë aty ku e kanë ndëruar kolonjarët e parë, korçarët e parë, këtu jemi në mes të dy krajinave. Kolonjarët thonë, këtë nuk e themi në televizor, po kolonjarët thonë pa kolonjë nuk do kishte Korç, po ne mund ta themi që pa kolonjë mbase nuk do kishte as Shqipëri. Po. Ka kuptim sepse edhe për diçka tjetër, jemi në mes të një projekti, në qendrën e një projekti që askush nuk e besonte. Mbase shumë parti edhe qeveri e përmendnin në fushata elektorale, po askush nuk e besonte realisht, nuk e kishte në plan. Edhe qytetarët bënë sikur e besonin, sepse ju dukej nuk dilte llogaria elektorale. Për 10 miliona euro të rrugës që lidh Korçën me Ersekën, asnjë qeveri nuk e kishte seriozisht kur e premtonte. Vetëm Edi Rama e ka thënë atë jo vetëm si llogari elektorale, se ne socialistët na bashkon një sistem vlerash, nuk na bashkon lapsi elektoral. Po e tham si detyrim ndaj asaj çka kolonjarët edhe korçarët i kanë dhënë historisht së Shqipërisë, si një borxh historik, e padyshim dhe si një vizion për të ardhmen. Ky segment është një segment i rëndësishëm që ka hulur, e ka pjestuar me 3. Kohën e lidhjes së Korçës me Ersekën. Por ndërkohë këtu jemi sot, jo vetëm me kryetarin e partisë, me kryeministrin që e di me zor e prisni, ta dëgjoni, por edhe me zvëns kryeministrën, që do të jap fjalën tani më njëherë pas meje, sepse ne socialistët nuk ndalojmë, bëjmë gjëra të mëdha, por nuk vetë kënaqemi. Sa më të mëdha të jenë projektet që ne realizojmë dhe finalizojmë, aq më të mëdha janë ëndrat që lindin prej tyre. Dhe nga ky segment fillon tani një ëndër tjetër që jam i bindur do të fillojë dhe do të përfundojë, do të bëhet realitet. Ne i kthejmë shpejt ëndrat në plane pune, i zbërthejmë në projekte detajuara, i buxhetojmë dhe i zbatojmë me shpejtësi të jashtëzakonshme. Dhe ky është projekti tjetër, segmenti tjetër, më i gjatë, më i vështirë, më i bukur në një gjurmë të re që do të lidh Ersekën me Bregdetin, me rrugën e Lumit Vlorës në Tepelen, çka do të thotë distanca nga Korça, nga Erseka në Bregdetin shqiptar, do të pjestohet gjithashtu me 2 me 3. Dhe kjo nuk është vetëm kjo nuk do të jetë vetëm një arritje e madhe për të shkuar ne më shpejt në plazh. Absolutisht jo vetëm kaq. Nuk është kjo kryesorja. Kryesorja është që me këtë segment ne do të përmbyllim rrethin turistik më fantastik dhe më atraktiv të Shqipërisë, ndjes për zonat e tjera, por duhet ta themi, çdo juaj, çdo turist që vjen në Tiranë do shkojë në Berat, do shkojë edhe në Gjirokastër. Ne jemi çik xheloz, po duhet ta themi që Berati, Gjirokastra si pasuri të UNESCO-s, padyshim që marrin vëmendjen e shumë turistëve të huaj që vijnë këtu. Dhe për të ngjitur lart drejt Ersekës edhe Korçës ka shumë firo, shumë pak në përqindje e marrin mundimin të bëjnë akoma disa orë për të arritur deri në këtë zonë të jashtëzakonshme që është si një Zvicër e vogël e Shqipërisë. Me rrugën e re, ky fluks patjetër që do të thithet, do të vi këtu për të prodhuar vende pune, për të prodhuar ekonomi, për të 10 fishuar bujtinat, shtëpitë e pritjes që i kanë dhënë shenjat e tyre në të gjithë kolonjën, duke filluar nga Leskoviku, kolonja edhe padyshim duke vazhduar me Korçën. Nuk po e zgjat më tej, po ja jap fjalën mikes son, zvëns kryeministres, jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur që gjeti kohë të lërë punë të mëdha që ka në drejtim të një qarku të rëndësishëm edhe të një ministrie shumë të rëndësishme dhe të na bashkohet ne sot për gjatë gjithë ditës për të ndarë projektet fantastike të infrastrukturës me ne. Shumë faleminderit Niko, shumë faleminderit gjithëve. Do ta nisja aty ku Niko e la. Punë të mëdha, të cilat kemi përçuar përpara. Dhe sigurisht sot lajmi është ajo që ne kemi quajtur rruga e Vjosës. Rruga e Vjosës, e cila nis pikërisht këtu ku jemi sot, duke lidhur Korçën tashmë me këtë aks 3 që është aksi Korçë-Ersek, i cili dikur nga ju përshkoi për 1 orë e gjysmë, ndërkohë sot vetëm për 25 minuta. Dhe nga ky aks në përgjithë luginat e bukura, rrezmaleve, për të dalë më pas në Këlqyr dhe për të lidhur që aty ose me rrugën e Lumit Vlorës, ose për të vazhduar poshtë drejt Sarandës dhe për të kaluar në tunelin e Skërficës, i cili tashmë ka 3 vite që është në operim, dhe për të dalë direkt në Sarandë. Ka qenë edhe ky një projekt se gjithë projektet e tjera që tashmë ne bëjmë, një projekt i mirë studiuar, një projekt i cili ka fizibilitet, një projekt që bëhet
me projektim dhe jo ashtu si që jenin rrugët e lëna rrugëve. Vetëm para 2 ditësh kam qenë për të bërë inspektimin final në Qukës Qafpllaç. Një tjetër projekt me shumë drejtësie, një projekt që nisi pa projekt, por që më pas ne e quam drejtimin e dur dhe tashmë është vetëm pak ditë apo pak javë larg dorëzimit. Duke e bërë Korçën nga Tirana akoma më afër. Dhe mos harroni edhe një fakt të rëndësishëm që Korça dhe Erseka janë të lidhura me korridorin e 8. Korridori i 8, i cili tashmë po ecën me një ritëm të qëndrueshëm dhe optimal, do thoja unë, pavarësisht të gjithë problematikave që kemi her pas here me gjeologjinë dhe gjithçka tjetër, për sa i përket lidhjes nga bypassi i ri i Elbasanit në drejtim të Qukës Qafpllaçës, duke e vendosur kështu të gjithë rajonin tuaj në pozicionin më të mirë të lidhur me infrastrukturën. Dhe mos harroni që ky korridor i 8 do të ketë edhe ekurudhën që e shoqëron. Një ekurudhë e cila nis nga qendra, nga zemra e Shqipërisë, nga Tirana, shkon në Durrës, pastaj në Rogozhin, duke vazhduar në drejtim të Pogradecit, por ne kemi edhe një plan për ta lidhur Pogradecin, Korçën, ashtu si do lidhim Pogradecin me Maqedoninë e Veriut, për ta lidhur më pas linjën nga Pogradeci në Korçë me daljen në kufi me Greqinë. Duke e bërë kështu të gjithë rajonin të ndërlidhur jo vetëm me distanca shumë të shkurtra dhe me disa lloje të transportit, siç është ai rrugor dhe infrastrukturor me atë hekurudhor, por duke e ndërlidhur me rajonin, pra duke e ndërlidhur me shtetet fqinje dhe duke i dhënë kështu ekonomisë shqiptare një mundësi për t'u ekspozuar edhe në tregjet rajonale. Unë do të thoja që është e rëndësishme që të themi që në mandatin e 4, tashmë kur kemi zgjidhur të gjithë emergjencën e infrastrukturës, tashmë kur Korça dhe Erseka janë vetëm 20 minuta larg, tashmë kur Dibra është nga Tirana vetëm 1 orë e 10 minuta, tashmë kur Shqipëria përshkohet nga korridoret që e ndërlidhin me Bashkimin Evropian, nga korridori blu dhe nga korridori 8, kemi dalë nga faza e emergjencës. Tani kemi nisur të ndërtojmë infrastrukturën e të ardhmes, një infrastrukturë e cila do t'i përgjigjet nevojave të këtij vendi, qoftë atyre demografike, qoftë atyre ekonomike, për dekadat që do të vinë. Dhe mandati i 4 është mandati kur ne do të ngrem infrastrukturën rajonale, që do të nxjerrë në sipërfaqe bukuritë e këtij vendi që Zoti ja ka fal bujarisht, malet, pllajat, fushat, detin, lumenjt, për të krijuar kështu një kohezion social dhe ekonomik, ashtu siç është kjo rrugë që quhet rruga e Vjosës, ashtu siç do të jetë rruga e Liçeneve që do të lidh Mirditën me Dibrën, ashtu siç do të jetë rruga e maleve që lidh Shkodrën, Vaun e Dejës, Pukën, Fusharzin, dhe ashtu siç do të ketë shumë rrugë të tjera edhe në qendër të Shqipërisë që do të lidhin Gramshin, Elbasanin, Skraparin dhe zona të tjera të cilat janë të gatshme për të lullzuar ekonomia, qoftë ajo e bujqësisë, qoftë ajo e industrisë lehtë dhe linjave të prodhimit, dhe mbi të gjitha do të lullzoj puna e njerëzve punëtor, e shqiptarëve, të cilët janë gati tashmë për të ulur në tryezën e Bashkimit Evropian, jo më si musafir, por si zot shtëpie. Shumë faleminderit për këtë ftesë sot. Mirë, pauzë gjatur, ja kaloj fjalën me dëshirën tuaj, në emrin tuaj për ju, kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë që jemi këtu sot edhe ndërkohë që isha ulur aty, më erdhën para syve imazhet e një momenti kur kjo rrugë psoi një shëmbje diku. Edhe besoj që ju e mbani mend, më kujtuan se si gjithë speciet e kënetës u turën, ra rruga, iku rruga, u vodh rruga, s'ka më rrugë, ndërkohë që a ishte një aksident nga ato që edhe ndodhin,
brenda garancisë, kur rruga ende nuk ishte dorëzuar, dhe të gjitha shpenzimet kokër më kokër, vetë kompania i mbuloi dhe rruga u bë edhe më e fortë. Pse e kujtova këtë detaj? Sepse tani më u bë një kohë jo e shkurtër që jemi në këtë rrugtim përbashkët, edhe besoj që është në sytë të gjithë shqiptarëve që jo vetëm detyrat dhe punët janë të ndara, por edhe kjo histori është e ndarë. Ne kemi barrën që të ndërrojmë, të projektojmë, të përpiqemi të ndërtojmë, pastaj të ndërtojmë, dhe disa tjerë janë aty vetëm për të na penguar, për të na sulmuar, për të na hedhur balt, në një përpjekje që nuk kursen as Shqipërinë. Edhe vetë Shqipërinë kjo përpjekje e ulët nuk e kursen. Dhe unë natyrisht nuk e sjell këtë këtu në vëmendjen tuaj për t'u ankuar, aq më pak për t'u qarë, sepse jam mësuar dhe jemi mësuar me këtë. Po e sjell në vëmendjen tuaj sepse ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë rrugtim të përbashkët. Në rrugtimin e përbashkët të shqiptarëve drejt një destinacioni që këtu përmend çfarë është thënë në Kolonjë nga ata që e bën Kolonjën, thotë që pa ne s'ka Korçë, një destinacion i përcaktuar edhe përpara tyre, një destinacion i përcaktuar qysh nga koha e Skënderbeut, i cili është quajtur me drejt profeti i historisë tonë kombëtare, sepse ai vendosi pikën e referimit të gjithë kombit tonë kur u bë mburoj e perëndimit. Nuk ishte Bashkim Evropian atëre, por kishte Europë. Dhe ajo ishte zgjidhja që Gjergj Kastrioti i përcolli brez pas brezi, pas brezi, edhe kësaj gjeneratës tonë, që sot ka fatin e madh që të ketë në dorë të bëj hapin e fundit. Hapin e fundit, ndërkohë që ne jemi këtu edhe mënyra si e vendosur këtu duket tamam sigur këtu është finishi. E pra, kemi nisur këtë rrugtim njësoj siç kemi nisur dhe rrugën këtu. Një rrugë që absolutisht askush nuk e besonte që do ndërtohej ndonjëherë, ishte premtuar, ripremtuar, stërpremtuar. Pastaj ne e nisëm, bëm një fazë të parë, pastaj filluam dhe bëm dhe fazën e dytë, pastaj ndodhi rëshqitja, pastaj përsëri u vendosën gjërat në vend, dhe tani jemi sot këtu duke folur për një tjetër rrugë, për një tjetër horizont. Ndërkohë që rrugtimi ynë qindra vjeçar për t'u vendosur më në fund aty ku na takon, si pjesë e pandashme e Europës, është kaq larg. Është kaq larg dhe në këtë pikë ku jemi sot, është 11 maj, dhe në 11 maj të gjithë duhet të mendojnë për finishin e Shqipërisë, jo për mandatet dhe votat e partisë, po për finishin e Shqipërisë. Si do shkojë Shqipëria në atë finish? Shqipëria në atë finish do shkojë vetëm në qoftë se ne nuk humbasim as një minutë. Në qoftë se ne negociatat e antarësimit që i kemi nisur vjet, i mbarojmë brenda 2027-s në bazë të planit që kemi dakordsuar
me Komisionin Evropian dhe llogariteni kur asnjëherë përveç në rastin e Finlandës, po Finlanda besoj jeni dakord me mua, është histori tjetër dhe shumë vite më parë. Asnjë vend nga të gjitha vendet ish komuniste që kanë negociuar antarësimin nuk ka marrë 3 vjet, ka marrë shumë më tepër. Mos harroni që ne jemi në një rajon ku negociatat e antarësimit, Malizi ka filluar në 2012, Serbia i ka filluar në 2014, Maqedonia nuk i ka filluar akoma, ndërkohë që është kandidate që në 2005 dhe na ka parë Zoti në këtë pikë, në këtë moment dhe i ka dhënë shqiptarëve mundësinë që ta kenë fatin në dorë. Tani fati në dorë vjen dhe ikën. Nuk vjen në dorë të rri aty derisa të zgjohesh ti nga gjumi ose derisa ti të mbarosh punët e tjera. Kjo është puna kryesore dhe e vetme që kemi për të mbyllur këtë histori dhe për t'i dhënë fund një historie ku faktikisht shqiptarët kanë qenë në shekuj si një popull i mbetur në rrugë, si një popull që ka qenë i destinuar të luftojë vetëm për mbijetesë dhe të trajtohet gjithmonë si një qenie e dorës 2 dhe e dorës 3. Edhe sot e kemi në dorë një dokument, pasaportën me cilin lëvizim. Ai është dokument udhëtimi. Ne lëvizim, po ne nuk ndalojmë dot. Duhet kthehemi këtu. Nëse duam ndalojmë atje, atëherë duhet kërkojmë azil, edhe historira të tjera. Dhe pa llogaritur gjitha mundimet e tjera. Ju këtu në këtë zonë keni plot miq, shok të afërm, mbase dhe familjar në Greqi. Akoma sot rrinë edhe torturohen dokumentat, leja e qëndrimit, pastaj pensionet, kush do na njojë pensionet, kur do na njihen pensionet, kur do bëhet marrëveshja, ndërkohë që të gjitha këto i zgjidh ajo aty. Momentin që ne hym në Bashkimin Evropian dhe që të gjithë qytetarët e këtij vendi marrin pasaportën europiane të Shqipërisë, automatikisht ajo pasaport është leje qëndrimi, është leje pune, është njohje pensioni, është gjithçka, sepse në atë moment, për herë të parë në historinë tonë, nuk jemi një popull qenie e dorës 2 në sytë e tjerëve, po jemi një popull i barabartë, sy më sy me të tjerët. Për sa i përket kolonjës, unë mendoj që e ardhmja ka nisur, edhe faktikisht sot vetëm numrat e turistëve tregojnë që këtu e ardhmja ka nisur. Nuk vinin dot turistët në kolonjë. S'mund të vinin dot turistët në kolonjë se ishte si të nisësh në luftë. Ndërkohë që sot është kënaqësi të vish në kolonjë dhe planet, projektet për hapje bujtinash, për të krijuar më shumë mundësi dhe më shumë arsye për turistët dhe për vizitorët nga Tirana, edhe nga Korça që të vinë, vetëm shtohen dita ditës. Në ndërkohë që ne do vazhdojmë, kemi paketën e maleve, paketa e maleve është paket e bërë edhe për kolonjën, edhe për të gjitha këto teritore ku kush ka mundësinë dhe dëshirën dhe pasionin që të rindezi o gjaku në shtëpinë e gjyshit apo të ndërtoj një shtëpi për të pritur tjerët në tokën e gjyshërve, ta ketë rrugën të shtruar siç e patëm ne të shtruar për të ardhur deri këtu. Dhe qershia mbitor do të jetë qendra e madhe turistike skive midis Kolonjës dhe Korçës, e cila do të sjellë pastaj një zhvillim shumë të madh dhe do të sjellë të ardhurat të larta, sepse do të ketë shumë turist dhe do të ketë turistë që do të konsumojnë shumë këtu. Prandaj motra dhe vëllezër, duhet që të bëjmë çmos që në 11 maj të jemi më shumë se ç'kemi qenë çdo herë tjetër, jo për mua, as për ju,
as për Partinë Socialiste, po për Shqipërinë tonë. Siç thoshte ajo fjala e bukur e rilindasve, sos për mua, as për ti, po për gjithë Shqipëri. Dhe në fund fare mos harroni dhe gjë tjetër. Hyrja në Bashkimin Evropian nuk është thjesht çështje, është patjetër çështje dinjiteti, po nuk është thjesht çështje dinjiteti. Është patjetër çështje e zgjidhjes së shumë gjërave për secilin personalisht, po nuk është vetëm për secilin personalisht. Dhe po jap vetëm një shembull, me hyrjen në Bashkimin Evropian, fondet që ne do të kemi në dispozicion për të mbështetur fshatin, për të mbështetur zhvillimin rural, për të mbështetur agroturizmin. Po pse ma preve tamam kur po thoja një gjë që intereson të gjithë me këtë Edi Ramën. Edi Ramën këtu e keni, ndaç në BE, ndaç jashtë BE-s, këtu jam unë. Po jashtë BE-s nuk ju duhem. Ju duhem për t'ju quar në BE, jo për t'ju mbajtur këtu jashtë BE-s. Për t'ju mbajtur jashtë BE-s keni bufin e kënetës, po ju këtu në fakt të shkot me zën me gojë, se juve këtu ja keni kënduar këngën që përpara se ai të bëj buf. I keni dalë përpara kësaj pune. Po thosha që vetëm për zhvillimin rural, për agroturizmin janë 300 milion euro në vit. Imagjinoni se çfarë mbështetje vjen me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kështu që duke ju falenderuar shumë që qëndruat këtu edhe na mikpritet në këtë natyrë, mes të natyre të mrekullueshme, unë ju jam shumë mirënjohës për gjithë mbështetjen, për gjithë energjinë, edhe i lutem në radhë parë, se e dini u tani, i lutem në radhë parë grave dhe vajzave të kolonjës, se burrat çokupi dhe qigraki edhe kanë nevojë për ndonjë që ti kapi nga krau, ti çoj në kutinë e votimit nga herë. Po i lutem grave dhe vajzave të kolonjës që të bëjnë çmosin që mbështetjen e vajzave, mbështetjen e grave ne ta kemi më të lartën se asnjëherë tjetër, sepse nëse kemi ardhur deri këtu, unë jam i bindur që arsyeja madhore ka qenë se kemi mobilizuar si kur më parë në jetën tonë, kemi mobilizuar fuqinë e grave, ju kemi dhënë grave dhe vajzave mundësi që të përfaqësohen, ju kemi dhënë mundësi që të marrin përgjegjësi, edhe patjetër kemi çliruar njëkohësisht nga bara e shumë paragjykimeve, shumë vajza, ka shumë akoma për të bërë të drejtim, por ama sot ne mund mbështetemi tek gratë dhe vajzat si një garanci e madhe. Ne kemi 56% të grave dhe të vajzave që na mbështesin në gjithë Shqipërinë. 56% është një krenari e madhe kjo, sepse gjykimi dhe vlerësimi i gruas është ai që ka peshën më të madhe. Ju e dini shumë mirë, e dini edhe burrat, pavarësisht se nganjëherë s'duan ta pranojnë edhe bën gabim që s'duan ta pranojnë se duken më qesharak, më mirë pranohen edhe janë rregull. Dhe kemi edhe shumicën e të rejave dhe të rinjve, e votuesve të parë, kështu që me këto shifra ne na mjafton gjysma e burrave. Gjysma e burrave na mjafton se është gjysma që shikon, gjysma që kupton. Gjysma tjetër është qyryk, nuk kemi çfarë i bëjmë, do t'i presim dhe ata të rehabilitohen, të rekuperohen dhe të kuptojnë që e ardhmja është në Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë në Bashkimin Evropian e çojmë vetëm ne, askush tjetër. Dhe zgjedhja e 11 majit është shumë e qartë. Është një zgjedhje mes interesit të një populli të tërë dhe hallit të një individit vetëm. Kaq e qartë është. Mes të mirës së përbashkët të një vendi të tërë dhe interesit të një familje të vetme. Është mes Shqipërisë me BE-n në Europë dhe me bufin e kënetës prap në grop. E po në grop le të rri bufi dhe kush do të rri me bufin. Shqipëria më kurrën e kurrës. Faleminderit.